Të më herët e dikim së bashku. Përshëndetje. Dje mazhoranca me anë të një provokimi të turpshëm nga vegla e përhershme Tauland Balla prishi qëllimisht seancën parlamentare me qëllim për të fshehur ligjet korruptive të saj dhe për t'u shmangur ligjeve të propozuara nga opozita që shkojnë për qytetarët. Konkretisht unë kisha paraqitur një projekt ligj në të cilin kërkoja që parat dhe pasuritë e konfiskuara nga kartelet e drogës në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian të përdoreshin në shërbim të shoqërisë. Siç e dini, kartelet e drogës pastrojnë paratë e tyre kryesisht në sektorin e ndërtimit dhe kjo ka sjellë një rritje eksponenciale të çmimeve të apartamenteve. Por jo vetëm. Injektimi i parave të drogës në ekonomi ka sjellë rritje të kostos së jetesës pa rritur standardin e jetesës për qytetarët. Ndaj ky projekt ligj kërkon që pasuritë e konfiskuara të shfrytëzohen në ndihmë të tre kategorive. Së pari për familjet e efektive të rënë në detyrë si rezultat i përplasjes së tyre me kartelet e drogës. Është turp që sot familjet dhe fëmijët e tyre që kanë dhënë jetën për sigurinë e vendit tonë të përballen me vështirësi ekonomike apo me pamundësi për të blerë qoftë edhe një shtëpi. Ata që sakrifikuan gjithçka për rendin dhe sigurinë e këtij vendi meritojnë dinjitet dhe mbështetje reale nga shteti. Së dyti, për familjet e qytetarëve të pafajshëm që kanë humbur jetën nga përplasjet e bandave kriminale, Shqipëria ka parë skena të dhimbshme, makabre, ku krimi është përplasur në mes të qyteteve dhe viktima kanë qenë njerëz të zakonshëm që nuk kishin asnjë lidhje me botën e krimit. Ktu kujtojmë me dhimbje zotin Bashkim Basha dhe bashorten e tij zonjën Flutra Basha, që humbën jetën në atë që njihet si masakra e Dobraçit, duke lënë pas familje të shkatruara dhe një dhimbje që nuk shuhet kurrë. Një tjetër histori që tronditi opinionin publik është ajo e të ndjerit Erion Çela, një djalë i ri që punonte kamarier dhe që gjatë turnit të tij, duke bërë thjesht punën për të siguruar jetesën, u vra nga plumbat e krimit. Ai nuk ishte pjesë e asnjë konflikti, por u bë viktimë e një realiteti të egur të sjellur këtu nga Edi Rama. Po ashtu nuk mund të harrohen Klodian Riza dhe Arben Hoxha, dy qytetarë të tjerë që mbeten të vrarë në atentatin në Memaliaj. Pas çdo emri ka një familje, ka prindër, ka fëmijë dhe njerëz që sot jetojnë me boshllëkun e një jete të humbur padrejtësisht. Një nga dramat më të mëdha të vendit tonë sot është largimi i trimëve. Çdo ditë mijëra të ri e treja largohen nga Shqipëria, jo sepse nuk duan vendin e tyre, por sepse nuk shohin një të ardhmë këtu, kur një çift i ri e ka pothuajse të pamundur të blejë një apartament dhe të ndërtojë jetën e tij, zgjidhja e dhimbshme bëhet kurbeti. Kjo do të thotë prindër që mbeten vetëm, familje që ndahen dhe një vend që çdo vit humb energjinë dhe shpresën për brez të ri. Ndërkohë që të rinjt largohen, sektor jetik si shëndetësia apo turizmi po përballen me mungesa të mëdha, pasi shumë spitale në Qarqe nuk kanë më as infermier. Nga ana tjetër, kartelet pastrojnë paratë e tyre në ndërtim, ajsa vetëm Tirana ka arritur nivele rekord ndërtimi gjatë qeverisjes së Edi Ramës me mbi 14 milion metra katror ndërtim në pak vite. Ndaj projekt ligji kërkonte që këto pasuri, kur të konfiskohen, të shkojnë në ndihmë të këtyre kategorive, të harruara nga shteti. Por qeveria dje e ekzekutoi këtë projekt ligj me një skemë të mirë menduar për të mos lejuar as diskutimin e tij në mënyrë që qytetarët të mos informoheshin. Qeveria nuk e donte këtë projekt ligj, sepse sot është ngritur një skemë ku pasuritë që konfiskohen përmes manovrave të ndryshme përfundojnë sërish në duart e të njëjtat kartele që u janë sekwestruar, përmes kontratave qesharake të qerave. Sot arsyeja pse familjet e efektive të rënë në detyrë, familjet e qytetarëve të përplasjeve të bandave, të cilët kanë mbetur viktimë në këto përplasje, çiftet e reja nuk do të kenë mundësi të përfitojnë nga pasuritë e konfiskuara të karteleve të drogës, është vota e turpshme dhe e pa shpirt e Partisë Socialiste. Unë i garantoj qytetarët se nuk do të ndalen, do ta rikthej këtë ligj përsëri dhe përsëri derisa ta çojmë deri në fund së bashku. Ky projekt ligj, ju garantoj, do të jetë ndër të parët që Partia Demokratike e Shqipërisë do të miratojë në kuvend ditën që do të vijë në pushtet. Faleminderit. Ju e keni parë, besoj që në më shumë se 10 ditë e fundit, grupi i hakerave të identifikuar si iranian lajmërojnë se kanë thyer me radhë sistemet kibernetike të kuvendit të Shqipërisë, ku jemi aktualisht të burgjeve, të gjykatës. A është kjo një
situatë alarmante, si e gjykoni në cilësinë e nënkryetarët të Komisionit të Sigurisë? Fakti që Shtetet e Bashkuara na paralajmëruan për sulme që mund të vinë drejt Shqipërisë dhe përgjigjja e turshme e qeverisë shqiptare se Shtetet e Bashkuara bëjnë hamendësime, ndërkohë që nga vetë kjo qeveri është deklaruar që këtu ka pasur sulme nga regjimi diktatorial i Iranit. Dhe tani më ato sulme këtyre nuk ju duken se janë të vënda dhe ju duket se paralajmërimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kanë hamendësime. Por kur shteti ka rënë dhe kur siguria ka rënë, ne nuk mundet të pretendojmë se do të ishte qesharake që Këshilli i Sigurisë Bajram Begajt, që nuk bën asgjë tjetër vetëm se i bën kafet Edi Ramës, do të mblidhet dhe do të garantoj sigurinë kombëtare dhe sigurinë e jetës qytetarëve. Kur ne nuk jemi të zotë të garantojmë sigurinë e dy njerëzve në mes të aeroportit në atë që njihet, zona më e sigurt e vendit, pa diskutim që siguria ka rënë. Ajo çka është shqetësuese është menefregizmi i qeverisë aktuale për këtë kërcënim madhor për cilën e gjithë bota po flet. Që vetë kjo qeveri ka propozuar një projekt ligj, një rezolut, kundër Iranit, që është shumë e mirë dhe që e mbështesim plotësisht, siç bëm me deklaratën tonë, këtë luftë, se jemi të gjithë kundër si popull, si shtet, dhe patjetër edhe si Partia Demokratike dhe shumë të tjera, edhe qytetarët vetë janë kundër këtij regjimi në mbështetje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por është shumë e rëndë që s'ka absolutisht asnjë masë vetë ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dje ishte në një vizitë në aeroport, pikërisht duke parë për sigurinë e aeroportit dhe se si mundet që të kemi një mbështetje edhe më të madhe për këtë çështje. Në cilësinë e nënkretarit sërish, ju keni të drejtë që të flisni në seancë dëgjimore në komision drejtuesit e institucioneve, për shembull siç është Agjencia e Sigurisë Kibernetike. Do të kërkoni ose keni kërkuar ju që të jepë shpjegime se çfarë po ndodh në Shqipëri? Në problemi aty është ky që bashorti i drejtoreshës drejtorisë krimit kibernetik nuk raporton në përkomision në kjo drejtori, se raporton të Ergyes Agasi. Ne duhet të trasim Ergyes Agasin, sepse ai është praktikisht drejtuesi i sigurisë kibernetike në Shqipëri. Se kjo është ajo që po them, që këtu nuk kam në siguri dhe unë s'kam këtë trasmë. Po patjetër unë do të marr gjitha masat e nevojshme në cilësinë e nënkretarit të Komisionit të Sigurisë që të tras edhe drejtoreshën, nëse vazhdon dhe nuk e ka hequr Agasi, dhe këtë do tjetër që lidhet me këtë çështje, ne kemi bërë gati një seri kërkesash në lidhje me çështjen e sigurisë kombëtare për çështjen e Iranit dhe të sigurisë kibernetike, për cilën përsëri 2 ditë më parë ambasada amerikane ka ngritur një shqetësim që duhet të investohemi pikërisht në këtë sektor, e gjithë bota po investohet në këtë sektor. Është hera e parë që edhe në konferencën e sigurisë të Muniut kishte një konferencë të posaçme përsëri në Muni vetëm për sigurinë kibernetike, sepse ajo është siguria e të ardhmes, si thua. Prandaj në këtë kontekst, por ne nuk kemi shtet, nuk kemi qeveri, fakti që e gjithë bota merret me sigurinë kombëtare nëpërmjet sigurisë kibernetike, këtu tek ne ja japin Ergyes Agasit. Kaq mjafton për treguar se çfarë shteti jemi. Shqipëria me keqardhje më të madhe është dorëzuar në dorë të karteleve. Edhe projekt ligji që unë sapo ju fola ju, ne bëjmë një projekt ligj që pasuritë e karteleve t'i kthehen qytetarëve dhe shoqërisë, ata bëjnë gjithçka që ajo mos të ndodhi në mënyrë që ato pasuri t'i rikthehen karteleve të drogës në forma të ndryshme.